Siç edhe e anoncuam pak minuta më parë, jemi me lajmin e minutës së fundit, pra pas asaj mbledhje dhe fjalimi maraton, kryeministri Edi Rama ka bërë ndryshime në kabinetin qeveritar dhe ka shkarkuar zëvendës kryeministren Belinda Balloku. Në këtë mbledhje, në postin e zëvendës kryeministres, është emëruar Albana Koçiu, e cila zëvendëson pra zëvendës kryeministren Belinda Balloku. Ndërkohë, ministër i infrastrukturës dhe energjetikës, posti mbajtur deri më tani nga Belinda Balloku, tashmë do të ketë në krye Enea Karakaçin. Gjithashtu, lajm tjetër i bujshëm i kësaj mbledhjeje të sotme është largimi i Elisas Spiropalit nga Ministria e Jashtme dhe emërimi i diplomatit Ferit Hoxha, ish ambasadori i Shqipërisë në Organizatën e Kombeve të Bashkuara. Ai tashmë do të jetë ministri i ri i jashtëm i Shqipërisë. Ndërsa ministri i Drejtësisë Besfort Lamallari largohet nga ky post dhe merr detyrën e ministrit të Brendshëm, ndërsa Toni Gogu emërohet në krye të Ministrisë së Drejtësisë. Eriona Ismaili është emëruar ministre për marrëdhëniet me parlamentin. Këto janë ndryshimet surprizë, krejt surprizë të bëra sot, pra sot pasdite tani në mbrëmje nga kryeministri Edi Rama, dhe që me siguri kanë lënë të surprizuar edhe vetë protagonistët e emërimeve, pra njerëzit që kanë marrë